Benita afrohet pranë Albës me një qëndrim serioz dhe fytyrë të menduar. Atmosfera është e ngarkuar me tension dhe ajo e di se momenti që po vjen është i rëndësishëm. Alba, nga ana e saj, ndjehet pak e tronditur, por është e gatshme të dëgjojë atë që Benita ka për të thënë. Heshtja e shkurtër që pason është e rëndësishme, duke e bërë çdo fjalë të rëndësishme që do të thuhen. Benita fillon të flasë me ton të qetë, por të vendosur. Ajo i thot Albës se e ka vërejtur që ajo është e dashuruar me Claudin, dhe se kjo dashuri nuk është e thjesht apo e kontrolluar, është një dashuri e fortë, e pakontrollueshme, që duket sikur po e çmen. Benita shpjegon me detaje se si ka vërejtur emocionet e Albës, mënyrën se si ajo ndryshon kur Claudi është pranë, si e ndjen mungesën e tij dhe si nuk mund të durohet dot për kohë të gjatë larg tij. Alba e dëgjon me një kombinim ndjenjash, turp, shqetësim, por edhe një lloj çlirimi. Fjalët e Benitës janë të qarta dhe të sinqerta, dhe ajo ndjen se nuk mund të shmangë të vërtetën. Benita nuk e gjykon, por shpjegon qartë se dashuria e Albës është aq e fortë sa po i merr kontrollin, duke e bërë të ndihet e paqetë dhe të pasigurt për veprimet e saj. Biseda vazhdon dhe Benita i tregon Albës se kjo situatë mund të jetë e rrezikshme për të, sepse emocionet të forta mund ta ndikojnë në marrëdhënie, në vendimet që merr dhe në mënyrën si sillet me banorët e tjerë. Ajo i thotë se duhet të kuptojë ndjenjat e saj dhe të gjejë një mënyrë për t'i menaxhuar ato, në vend që t'i lejojë ato të kontrollojnë çdo gjë. Alba përpiqet të përgjigjet, por fjalët i ngecin në fyt. Ndjenja e dashurisë për Claudin është e fortë dhe ajo e ndjen veten të paaft të veprojë ndryshe. Benita e shikon me kujdes dhe e siguron se është normale të ndjejë emocione të tilla, por se duhet të ketë kujdes të mos humbas kontrollin mbi vetveten. Në këtë moment, heshtja ndërpritet vetëm nga zëri i Benitës, që vazhdon të shpjegojë. Ajo i përshkruan Albës se si emocionet e saj po ndikojnë në mënyrën se si sillet me Claudin, si edhe me banorët e tjerë, dhe si kjo po krijon situata komplekse në shtëpi. Benita e thekson se është e rëndësishme të kuptojë ndjenjat e saj dhe të mos lejojë që dashuria e marrëzishme ta bëjë të humbas logjikën ose të marrë vendime të nxituara. Alba ndjen një lloj çlirimi ndërsa dëgjon fjalët e Benitës. Ajo fillon të flasë më hapur për ndjenjat e saj, duke treguar se sa e vështirë është të përballojë këtë dashuri dhe emocionet që vijnë me të. Biseda e tyre zgjas shumë, me ndalesa të shkurtra për të reflektuar dhe menduar, duke bërë që çdo sekondë të ndjehet e rëndësishme. Benita vazhdon të flasë, duke e mbështetur Albën dhe duke i bërë të qartë se nuk është vetëm, dhe se të kuptuarit e ndjenjave nuk është e gabuar. Ajo i thotë se është e rëndësishme të ruajë ekuilibrin emocional dhe të mos lejojë që pasioni i marrëzishëm ta mbajë peng për shumë kohë. Ky moment zgjat me ndjenja të forta dhe dialog të hapur, duke e bërë bisedën të duket e gjatë.